falë kërkojmë, dërgojmë salavatin të pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jalla ayet Kur'an thot: "El-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Miqt që kanë qenë në këtë dunja, atë ditë në botën tjetër kanë do jenë armiq me njëri tjetrin, përveç të devotshmëve. Bëhet fjalë miq që kanë qenë këtë dunja që i ka bashku dunjaja, i ka bashku harami, i ka bashku prishja, i ka bashku bixhozi, kamata, hajdutliku, i ka bashkuar pra çdo gjë që e hidhron Allahun azza wa jall. Kanë qenë miq këtë dunja, e në botën tjetër kanë qenë armiq me njëri tjetrin, duke e fajsuar njëri tjetrin, pa ti mbështirën këtë gjunaf, e ti ishe shkaku pra armiqësor me njëri tjetrin, përveç të devotshëm, përveç ata persona që janë bashkuar në këtë dunja për Allahun azza wa jall, përveç ata persona që kanë nxitur njëri tjetrin për të mirë, për devotshmëri, përveç ajo shoqëri që i ka bashkuar dashuria ndër Allah për Allahun azza wa jall, ata kanë qenë miq në këtë dunja dhe miq të sinqert, po ashtu edhe miq në botën tjetër. Të bashkuar në këtë dunja dhe të bashkuar në botën tjetër. E ku ka miqësi më të mirë, më të madhe, më me vlerë, më me peshë, më me harmoni se kjo lloj miqësie. Zënia shok në këtë dunja ka një rol shumë të madh. Ka një peshë shumë të madhe dhe njeriu është, si thotë i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam, el-mar'u ala dini khalili, njeriu është në fenë e shokut të tij. Prandaj le të shikoj çdo kush për jush se kë ka shok, kë ka mik. Kë ka mik, shikoje. Edhe mundësisht me zgjedh më të mirë se vetën tënde. Nuk është kusht me patur 20, 30 shok, 50 shok, një të kesh. Sikur një të kesh, a një ta kesh besnik, një ta kesh të fesë. Ma e mirë me pat një, tamam, që të bashkon feja Allahut azza wa jall që ja afru me ta për hir të Allahut azza wa jall, se me patur 100 veta dhe i ketë haramit. Nuk ka hajën ta. Të kanë interes për ty sot, majnafi. Maroj interesë për ty, për nuk ka interes nesër të hedhin. Ndërsa besimtari jo vërtet. Besimtari vërtet e ma tjetrin, a shokun e vet, kur është mirë dhe kur është keq. E afron çdo lloj situate. Prandaj shoqëria në këtë dunja ka një peshë shumë të madhe. Shumë frikë është për një person që mund të jetë besimtar i mirë, mund të jetë pezhaksh, me agjërim, me fjalë të mirë, me lexim Kurani, ama shoqërinë se ka të mirë. Ja valla. Shumë shpejt ky ka me deviju, nëse nuk largohet prej asaj shoqërie. Pra nëse e vazhdon shoqëri dhe shoqëria që ai ka zgjedhur nuk ka fare ndikim prej këtij, pra ky s'mundohet me ndryshu ata, kurse ata veç e marrin nga vetja, shumë shpejt ka me ndryshu. Ka me deviju, ka me u largu nga Allahu azza wa jall. Dhe se çdo hap që merr, që ecën me ata e kanë haram. Prandaj thjesht kjo i këshill që njeriu me zgjedh shokun e tij, me kë shoqërohet, me kë jeton, që me pat garant fenë Allahut azza wa jall. Dhe gjëja më e madhe që ruhet feja e Zotit në këtë dunja është shoqëria. Ku ka më bukur se iku namazi, shoku thot kujdes, po të largohet namaz, po të ikë namazi. U vënove, hajtë falemi. Çu është falë? Çfarë boni ta kum Allahun azza wa jall? E ku ka me keq se ti do të falësh namaz, e ti thot po prit më ti atë. Pse ke ku? Ai s'falet vetë. Ku ke ku ti akoma? Të largon. Ti do ta agjërosh Ramazanin. Shoku i mirë thot nxit, të zon për sifir. Ti jep kurajo, hajtë daj mi iftar bashk. E kalon ditën e agjërimit ti, ka shumë lehtë me shoqërinë e mirë. Ndërsa shoku i keq ta vështirëson, të sirri gjithë ditën ti. 14-15 orë, mos me hungur, mos e pi asgjë, ta vështirësoj. E njëjta gjë te zakati, njëjta gjë te haxhi. Ka shoku që të largon për Allahut azza wa jall, ndërsa i mirë ta fran, edhe Allahu azza wa jall që na zgjidhë shoqëri të mirë në këtë dunja, na bashkoi për të mirë gjithmonë në këtë dunja dhe në botën tjetër, dhe Zoti shumë.